loshti me fjalët e mia. O mirë, po le më mirë, o mirë. Le më mirë. Me të prishaj ditën o zot në ruj. Po tamam. I bëj skipon këty në që kujtove ti. Argumentit ti e ushtar. Ti e ushtar. Argumentit... Po i idiot. A i shofini këtë kapitene këtu. Këtë kapitene këtu të shofinaj. Shofini këtë kapitene në Brikenen. A të shofin, ej. Ku i keni debatet, ku i keni argumentet? Pushim, vlla, pushim, se s'do merrem unë me atë idiotin, me atë debilin, që thot, ti e kështu, ti e kështu, ti e kështu, e po mirë, më rregull. Brikena, ndonë në rëfime. Shofini këtë kapitene i tuj, e? Brikeni, që do bësh? Qa pate, pëse e bënë ashtu? Që do bësh për me majtë në tejo në Brikeni? Që do bësh në gjë ekstravagante? Dhe ja për fund lidhjes, afrosh në shumë. Ki qaf të mja fund, ti ki qaf mja fund. Kam qef që ti t'jesh në finale, dhe ti finale në arren vetëm për ndavë nga i, por me momentin që ky djallë në këto 2 ditë e gjys të afrohet dhe ti e lejon si që ishit, me ato preket, me ato gjëra, dhe i shpeton nominimit, ti zonë e dashur nuk e arrin finalen. Ky është mendimi dhe opinioni jem që nuk duhet të gjykojnë as ti, as Mateo, as kusht tjetër, përveç me jetë. Publiku e ka pa gjithë këtë farsitet që është kriju, a ka pas pëlqim, as ka pas pëlqim, ka hik kjo gjatë tani. Tani ti duhet mendosh vetëm për finalen, dhe finalja jote bëhet vetëm po dole kapitene, luftetare, në fush vetëm. Pse? Ti do përfitosh momentin që ai të ndan ty, ose ti e ndan. A ka mundësi mos më fol për këtë temë? Ti, ai do të sulmojnë ty, do të shajnë, do të sakatojnë, do gabojnë, edhe aty përfiton ti. Kaq. Është vetmja mënyrë që ti arrin finalen. Për ndryshe, ti s'arrin finalen për Ken. Jo, për arrishe ti dhe Juela, me pëlqimit e juja fake. Ju dy për arrin një finalen. Nuk s'kam pëlqim për te. Asa jo s'kam pëlqim për mu. A kupton? Ajo që shfrytëzon ty për me arrit në finale, edhe vete ke thonë, Juela ka thonë, unë do bëj çmos për me arrit në finale, se në qoftë se arrit në finale, karriera i muzikore, bot ashtu, bot kështu.